kur flasim për edukim fetar, nuk e kemi qëllimin që vetëm ta kryejmë një punë për edukim fetar, por jemi të bindur se nuk ka edukim më të mirë se sa ky edukimi fetar. Këto është ai teli i holl, pra nuk ka një platformë edukative më të mirë për njeriu, për individin, se sa platforma që Allahu e ka parapo apo pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka udhëzuar, na ka mësuar. U tha prej mualimeve, është shumë e rëndësishme që pasqyrimi edhe personaliteti i prindërve në raport me fëmijët e tyre. Tani, nëse qasja ndryshon apo s'ndryshon, shumë ka rëndësi çfarë qasje ka vetë performanca apo përmbajtja e prindërve në raport me fëmijët. Për shembull, nëse prindi konsumon alkool, edhe tash ai i korrupton parimet e tij, nuk ka më fytyrë me thonë fëmijës ti mos pi alkool, unë po pi ti mos pi, ose duhan ose para fëmijëve prindi rën. Edhe zinjën rën prej vetë fëmijëve. Pasqyrë tek. Po, ose traton, ose shfaq tipare negative. Ai tani edhe pse secili fëmijë ka si idol, qoftë babën, qoftë nanën, megjithatë në këto raste dështon si prind. Edhe nuk mundet ai me dhënë një shembulltyrë të mirë. Po prindi shumë duhet me pas kujdes. Njëherë ai me qenë i përmirësueshëm, me qenë konstruktiv, ato veset negative, bishmang, me i përvecu tiparet pozitive. E pastaj vetvetiu është forma parë, forma lineare ku ti edukojsh fëmin me shembulltyrën tënde. Edhe na është si mesazh i përgjithshëm, dhe na hoxhallarët ato themi gjithmonë se bën davet, thirrni njerëzit në Islam me shembulltyrën tënde. Se kot u flasish njerëzve nëse ti je vetë i komplimentueshëm. Në këtë drejtim edhe shkenca thotë se për atyre faktorëve jo oficial, pra jo zyrtar, që ndikon shumë në brumosjen e individit, është familja, janë prindërit. Pastaj vjen rrethi i shoqërisë, pastaj vjen arsimi që është prej faktorëve oficial apo zyrtar në ndërtimin e personalitetit të fëmijëve, në edukimin, në arsimimin e kështu me radhë. Instanca familjes mbetet e pakalueshme. E na tash, si Bashkia Islame, po themi prindërve, nëse ju për shumë arsye nuk po mund ti edukoni tash, mos themi kështu ti edukoni, por nuk mund të punoni sa duhet në edukimin e fëmijëve tuaj. Nuk mund t'u mësoni rregullat e fesë, rregullat e qytetarisë, të familjes. Mund të mbikëqyrni në përgjithësi. Po, nuk keni për shkak të angazhimeve në punë kujtadi, atëherë le të na mbetet si një adresë fillestare mektebi pranë xhamive, se në mektebet e xhamive nuk është në pyetje që fëmijët vënë edhe aty vetëm për mësime fetare të mësojnë etj. Jo, aty mbi gjitha fëmijët kanë marrë disa tipare, disa veti, disa karakteristika që kanë të bëjnë me mirësjelljen edhe në rrethana familjare, po edhe në rrethana shoqërore, në rrethana qytetare. Në raport një vetëdijsim me përkatësinë, edhe në këtë rast kam parasysh përkatësinë jo vetëm fetare, por përkatësinë nacionale, përkatësinë etnike, shqiptarët për përkatësinë e tyre etnike, bosnjakët për përkatësinë e tyre bosnjake, turqit, romët, ashkalit, egjiptianët, secili për përkatësinë e vetë etnike. I marrin disa norma të përgjithshme, mbas edhe frymëzuese se si duhet sillen nesër me ata të cilët kanë një dallim, pra kemi të bëjmë me pluralizmin fetar, etnik, kulturor, që të mos shfaqim as ndonjë formë të bullizmit, as ndonjë formë të injorimit, të nënshmimit, por secilin individ ta vlerësojmë nga ato pikpamje ashtu që i madhi Zot e vlerëson individin, inna akramakum inda Allahi atqakum, se secili te Allahu, secili njeri është më i vlerësuar
aq sa është i devotshëm tek Allahu. Edhe njerëzit në shoqëri mos i paragjykojmë është shqiptar, është bosnjak, është turk, është ashkali apo tjetër, por le ta shikojmë sa është konstruktiv, sa është dobiprurës për familjen, për rrethin, për shoqërinë, për atë dhëun, për kombin kështu me radhë.